Bibla e përmend historinë e tij me pak fjalë, por ndikimi është gjigant. Një burr që nuk vdiq. Asnjë funeral. Asnjë trup. Vetëm një fjalë misterioze, Perëndia e mori me vete. Kush ishte Enoku vërtet, pse u mori gjallë dhe çfarë thon shkrimet e tij të lashta për engjëjt, gjykimin dhe sekretet e qiellit? Ekziston diçka në këtë histori që lidh të kaluarën me fundin e kohërave. Qëndroni deri në fund sepse shpjegimi më mbresëlënës shfaqet vetëm në pjesën e fundit dhe regjistrohuni tashmë në kanal me zilen e aktivizuar për të vazhduar eksplorimin e mistereve biblike më të thella. Misteri i Enokut, burri që pushoi se ekzistuari pa vdekur. Zanafilla kapitulli 5 përsëri të njëjtën strukturë 8 herë radhazi. Lindi, jetoi, pati djem e vajza, vdiq. Lindi, jetoi, pati djem e vajza, vdiq. Përsëritja është pothuajse hipnotike. Derisa një emër ndërpret gjithçka. Enoku. 365 vjet jetë dhe asnjë vdekje e regjistruar. Vetëm një fjali që shqetëson studiuesit prej 1000 vjeçarësh, dhe ai nuk ishte më, sepse Perëndia e mori. Pa funeral. Pa varr. Pa trup për të varrosur. Dhe ajo që ndodhi me të vazhdon të jetë një nga enigmat më të mëdha të gjithë Biblës. Por për të kuptuar pse kjo zhdukje është aq shqetësuese, duhet së pari të kuptoni modelin që ai theu. Kapitulli 5 i Zanafillës funksionon si një regjistër gjenealogjik i pasardhësve të Adamit përmes Setit, djalit që lindi pas tragjedisë së Abelit. Lista fillon me vet Adamin, i cili jetoi 930 vjet dhe pati djem e vajza para se të vdiste. Pastaj vjen Seti, i cili jetoi 912 vjet. Dhe vdiq. Pastaj Enoshi, 905 vjet. Dhe vdiq. Kenani, 910 vjet. Dhe vdiq. Mahalaleli, 895 vjet. Dhe vdiq. Jaredi, 962 vjet, jeta më e gjatë e regjistruar pas Metuselahut. Dhe vdiq. E vëreni ritmin? Teksti biblik ndërton një kadencë të pashpirt. Çdo patriark merr të njëjtin trajtim narrativ, mosha kur lindi djalin e parë të përmendur, vitet e jetuara më pas, përmendja e djemve dhe vajzave të tjera dhe fjalia finale e pashmangshme. Vdekja shfaqet si pikë fundore absolute, e përsëritur 10 herë përgjatë kapitullit. Është sikur shkrimtari dëshiron të gdhen në mendjen e lexuesit një të vërtetë të pashmangshme, të gjithë vdesin. Nuk ka rëndësi sa sheku jetojnë. Nuk ka rëndësi sa pasardhës lën. Fati është i njëjtë. Dhe atëherë vjen Enoku. I shtati në linjën nga Adami. Biri i Jaredit. Babai i Metuselahut. Teksti informon se ai jetoi 65 vjet dhe lindi Metuselahun. Deri këtu, gjithçka ndjek modelin e pritur. Por vargu pasues ndryshon gjithçka. Në vend që thjesht të thotë sa vjet jetoi më pas dhe të regjistroj vdekjen e tij, teksti prezanton një shprehje unike, dhe Enoku eci me Perëndin. Kjo fjali shfaqet 2 herë në vetëm 3 vargje. Përsëritja nuk është e rastësishme. Autori dëshiron të theksojë diçka. Nuk po përshkruan thjesht besim ose bindje. Shpreha hebraike sugjeron intimitet të vazhdueshëm, një ecje krah për krah, një bashkësi që shtrihet përgjatë 300 viteve pas lindjes së Metuselahut. 300 vjet duke ecur me Perëndin. Jo një moment konvertimi. Jo një përvojë e izoluar. 3 shekuj afërsie të qëndrueshme. Por këtu lind pyetja e parë e madhe, çfarë do të thotë në praktik të ecësh me Perëndin në një botë që ende nuk kishte shkrime, tempuj ose urdhërime formale? Dhe më e rëndësishmja, në çfarë lloj bote po jetonte Enoku? Përgjigjja do t'ju surprizojë. Konteksti ka rëndësi. Enoku jetoi në periudhën antediluviane, një epokë që Bibla e përshkruan me tone gjithnjë e më të errëta. Zanafilla kapitulli 6 zbulon se ligësia e njeriut po shtohej mbi tokë dhe se çdo prirje e mendimeve të zemrës njerëzore ishte vazhdimisht drejt së keqes. Dhuna po përhapej. Korrupsioni moral po arrinte nivele që do ta çonin Perëndin të pendohej që kishte krijuar njerëzimin. Përmbytja ishte rrugës dhe Enoku jetoi saktësisht në këtë interval turbulent. Bota antediluviane ishte rrënjësisht e ndryshme nga çdo qytetërim i mëvonshëm. Popullsia rritej me shpejtësi. Gjenealogjit tregojnë familje të mëdha, me çdo patriark që lindte djem e vajza përgjatë shekujve të jetës pjellore.
Studiuesit vlerësojnë se, duke marrë parasysh jetëgjatësinë ekstreme dhe shkallën e ri prodhimit, popullsia toksore mund të kishte arritur miliona ose madje miliarda njerëz para përmbytjes. Ishte një botë e mbushur, e zhurmshme, komplekse dhe shpirtërisht në rënje. Por ka më shumë. Përmendja e fëmijëve të Perëndisë dhe fëmijëve të njerëzve në Zanafillën 6 shton shtresa misteri dhe errësire në këtë periudhë. Cila do qoftë interpretimi i saktë i këtij pasazhi, engjëj të rënë, linja të dallueshme ose lexim tjetër, rezultati i përshkruar është i qartë. Kishte gjigant mbi tokë në ato ditë dhe toka ishte e korruptuar para Perëndisë dhe plot me dhunë. Ky ishte mjedisi ku Enoku zgjodhi të notonte kundër rrymës. Konsideroni presionin që kjo përfaqëson. Nuk po flasim për një burr që jetonte në një komunitet besimi, i rrethuar nga njerëz që ndanin vlerat e tij. Enoku ecte me Perëndin në mes të një qytetërimi që ecte në drejtim të kundërt. Çdo ditë përfaqësonte një zgjedhje. Çdo vit një rezistencë. 300 vjet besnikëri në një mjedis armiqësor nuk është vetëm mbresëlënëse, është pothuajse e pakuptueshme. Dhe kostoja njerëzore e kësaj zgjedhjeje rrallëherë konsiderohet. Enoku ndoshta u përball me izolim social. Në një kulturë të dominuar nga dhuna dhe refuzimi i Perëndisë, ai që ecte në drejtim të kundërt nuk do të festojë, ai do të marginalizohej. Mendoni për bisedat e ndërprera. Për ftesat që nuk vinin më. Për vështrimet e përbuzjes ose moskuptimit. 300 vjet nuk janë vetëm një numër teologjik. Janë mëngjese duke u zgjuar me të njëjtën zgjedhje. Janë net duke u shtrirë pas një dite tjetër rezistence të heshtur. Janë dekada duke parë shumicën të ndjek një rrugë më të lehtë ndërsa ju mbeteni në të ngushtën. Dhe kishte familje për të konsideruar. Enoku lindi Metuselahun në moshën 65 vjeçare dhe pastaj vazhdoi të kishte djem e vajza. Si ishte të rrisje fëmijë në një botë moralisht të falimentuar ndërsa përpiqeshe të transmetoje vlera që kultura përreth i përbuzte? Si ishte të mbroje mendjen dhe zemrën e fëmijëve në mes të një qytetërimi që vraponte drejt humnerës? Bibla nuk u përgjigjet këtyre pyetjeve, por ato qëndrojnë mbi tekstin. Besnikëria e Enokut nuk ndodhi në vakum. Ndodhi në mes të jetës reale, me përgjegjësi reale dhe presione reale. Por tani vjen një detaj që ndryshon gjithçka. Jetëgjatësia e patriarkëve antediluvian krijon një realitet të vështirë për t'u imagjinuar. Adami ishte ende gjallë kur lindi Enoku. Njeriu i parë, ai që kishte ecur në Eden, që kishte dëgjuar zërin e Perëndisë drejt për drejt, që mbante kujtimin e parajsës së humbur, ky njeri ishte bashkëkohës i Enokut. Në fakt, Adami vdiq vetëm 57 vjet para se Enoku të merrej. Kjo do të thotë se Enoku mund të kishte dëgjuar drejt për drejt nga Adami për kopshtin, për rënien, për premtimin e shpëtimit. Mendoni për peshën e kësaj trashëgimie. Enoku nuk e njihte Perëndin vetëm përmes traditës gojore të largët. Ai kishte akses te dëshmitarët e drejt për drejt të ngjarjeve themeluese të historisë njerëzore. Dhe përsëri, në mes të një brezi që braktiste këtë trashëgimi, ai zgjodhi të ecte me Perëndin. Teksti nuk detajon se si kjo ecje shfaqej së jashtëmi. Nuk ka regjistrim të sakrificave të ofruara, të altarëve të ndërtuar, të predikimeve të mbajtura. Heshtja narrative është e qëllimshme. Sepse pika qendrore nuk janë veprimet e dukshme, por marrëdhënia e padukshme. Enoku prezantohet jo për atë që bëri, por me kë eci. Dhe atëherë vjen vargu që e shndërroi këtë patriark në një enigmë mijëvjeçare. Dhe Enoku eci me Perëndin, dhe ai nuk ishte më, sepse Perëndia e mori. Nuk ishte më. Përkthimi mund të variojë, disa versione thonë nuk u shfaq më ose pushoi së ekzistuari, por kuptimi mbetet i njëjtë. Enoku nuk vdiq. Të paktën, jo në formën si vdiqën të gjithë patriarkët e tjerë. Teksti shmang qëllimisht formulën standarde. Nuk ka dhe vdiq në regjistrin e Enokut. Ka vetëm këtë pohim misterios se Perëndia e mori për vete. Si ndodhi kjo? Teksti nuk e shpjegon. Ishte një ngjitje e dukshme, e dëshmuar nga të tjerët? Ishte një zhdukje e papritur, duke lënë familjarët dhe të njohurit të habitur? Pati ndonjë shenjë, ndonjë lamtumir, ndonjë ngjarje mbinjerëzore që shënoi momentin? Bibla thjesht nuk e thotë. Kjo heshtje krijon një boshllëk që lexuesit dhe studiuesit përpiqen ta mbushin prej mijëvjeçarësh. Por ndoshta heshtja është pjesë e mesazhit. Sepse fokusi nuk është te mekanizmi i largimit, por te arsyeja.
Enoku u mor sepse ecte me Perëndin. Intimiteti prodhoi një rezultat që asnjë arritje njerëzore nuk mund ta arrinte. Por beslidhja e re zbulon diçka më shumë. Në Hebrejt kapitulli 11, i quajtur kapitulli i besimit, Enoku shfaqet mes shembujve maksimal të besimit te Perëndia. Vargu 5 pohon, me anë të besimit Enoku u transferua që të mos shite vdekje dhe nuk u gjet më, sepse Perëndia e kishte transferuar, sepse para se të transferohej, ai pati dëshminë se i kishte pëlqyer Perëndisë. Kini kujdes këtë pjesë të fundit. 3 informacione vendimtare dalin nga ky tekst. E para, transferimi ishte një akt besimi, jo thjesht një privilegj arbitrar. E dyta, Enoku fjalë për fjalë nuk u gjet më pas, njerëzit e kërkuan dhe nuk e gjetën. E treta, para se të merrej, ai kishte marrë tashmë dëshminë se i pëlqente Perëndisë. Kjo sugjeron një lloj konfirmimi hynor gjatë jetës së tij, një siguri të brendshme ose ndoshta edhe një komunikim të drejtpërdrejt miratimi. Autori i Hebrejve vazhdon me një deklaratë që funksionon si çelës interpretues, dhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se ai është dhe se ai është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë. Enoku kërkoi. Perëndia shpërbleu. Transferimi ishte shpërblimi maksimal, pezullimi i dënimit me vdekje që rëndonte mbi të gjithë njerëzimin që nga rënia. Por Enoku nuk ishte vetëm një burr i bashkësisë së heshtur. Letra e Judës në beslidhjen e re zbulon një dimension tjetër të jetës së tij që pak e njohin. Vargjet 14 dhe 15 citojnë një profeci që i atribuohet Enokut: "Ja, erdhi Zoti me mira shenjtor të tij, për të bërë gjyqin kundër të gjithëve dhe për të dënuar të gjithë të pabesët mes tyre për të gjitha veprat e tyre të pabesisë që kanë bërë me paudhësi, dhe për të gjitha fjalët e rënda që mëkatarët e pabesë kanë folur kundër tij." Ky citim e shndërron Enokun nga një kontemplativ i heshtur në një profet zëshëm. Ai nuk ecte vetëm me Perëndin, ai shpallte gjykimin hynor. Në një kohë të pabesisë në rritje, Enoku proklamonte se drejtësia do të vinte. Se Zoti do të shfaqej me shenjtorët e tij. Se të pabesët do të jepnin llogari. Imagjinoni guximin e nevojshëm për këtë proklamim. Enoku jetonte në një botë ku dhuna dhe korrupsioni ishin normë. Të njoftojë gjykimin hynor nuk ishte një mesazh popullor. Nuk sillte ndjekës ose admirues. Ndoshta sillte armiqësi, refuzim, mbase edhe kërcënime. Dhe përsëri, ai këmbënguli. Për 300 vjet. Profecia e cituar te Juda ngre një pyetje mbi burime. Nga e mori autori biblik këtë citim? Ekziston një tekst i lashtë i njohur si Libri i Enokut, i ruajtur kryesisht në traditën etiopiane, që përmban këtë pasazh pothuajse fjalë për fjalë. Ky libër nuk është pjesë e kanonit biblik të pranuar nga shumica e traditave të krishterë dhe judaike, por qartësisht qarkullonte në kohët e beslidhjes së re dhe njihej nga autorët e shenjtë. Libri i Enokut zgjeron në mënyrë dramatike narrativën biblike. Përshkruan vizione qiellore të detajuara, udhëtime në përqiej, zbulime mbi engjëjt e rënd të quajtur rojtar, profeci mbi fundin e kohërave dhe përshkrime të gjykimit hynor. Sipas këtij teksti, Enoku u dërgua në qiej dhe mori njohuri mbi misteret kozmike para se të kthehej për t'ia transmetuar njerëzimit. Pavarësisht se si vlerësohet autoriteti i këtij materiali jashtë biblik, ai demonstron diçka të rëndësishme. Figura e Enokut kapi imagjinatën fetare në formë të thellë. Zhdukja e tij misterioze hapi hapësirë për spekulim, për punim dhe nderim. Ai u bë një simbol i aksesit të hyjnoria, i njohurisë transcendente, i fatit të transformuar. Por duke u kthyer te teksti kanonik, ajo që mbetet është më e fuqishme pikërisht sepse është më e thjeshtë. Enoku eci me Perëndin. Enoku i pëlqeu Perëndisë. Enoku u mor nga Perëndia. 3 pohime që përmbledhin një jetë të tërë dhe tregojnë të vërteta që të i kalojnë epokën e tij. Dhe këtu hyn një personazh tjetër që ndan të njëjtin fat misterios. Në historinë biblike, vetëm një person tjetër përjetoi diçka të ngjashme, profeti Elia. Sipas Mbretërve të dytë kapitulli 2, Elia u rrëmbye në qiell në një shakullin, i shoqëruar nga një qere dhe kuaj zjarri, ndërsa dishepulli i tij Eliseu vëzhgonte. Diferenca qëndron te detajet. Rrëmbimi i Elias ishte i dëshmuar, dramatik, spektakolar. Ai i Enokut mbetet i mbështjell me heshtje. Të dy, megjithatë, ndajnë fatin e jashtëzakonshëm të moskalimit përmes vdekjes së zakonshme. Tradita judaike dhe e krishterë i lidhi këta dy burra në forma domethënëse.
Profeti Malakia në librin e fundit të Beslidhjes së vjetër premton se Perëndia do të dërgojë profetin Elia para ditës së madhe dhe të tmerrshme të Zotit. Disa interpretues spekulojnë se si Enoku ashtu edhe Elia do të kthehen gjatë ngjarjeve finale të historisë, mundësisht si dy dëshmitarët e përshkruar në Zbulesën kapitulli 11, dy profetë që do të proklamojnë të vërtetën për 1260 ditë para se të vriten dhe të ringjallen. Ky interpretim, ndonse nuk është unanim, demonstron se si transferimet e Enokut dhe Elias vazhdojnë të gjenerojnë reflektim teologjik mijëvjeçar më pas. Pse Perëndia zgjodhi këta dy burra për këtë fat unik? Bibla nuk ofron shpjegim sistematik, por modele shfaqen kur vëzhgohen jetët e tyre. Të dy jetuan në epoka të apostazisë së përgjithshme. Të dy ruajtën besnikërinë në mes të refuzimit kulturor. Të dy proklamuan të vërtetën jo popullore. Dhe të dy përjetuan intimitet me Perëndin që i dallonte nga bashkëkohësit e tyre. Tani, keni kujdes këtë detaj tjetër. Sepse ai fsheh një profeci brenda një emri. Kontrasti mes Enokut dhe djalit të tij Metuselah shton një tjetër shtresë misteri. Metuselahu jetoi më shumë se çdo qenie tjetër njerëzore e regjistruar në Bibël, 969 vjet. Dhe vdiq. Biri i burrit që i shpëtoi vdekjes pati jetën më të gjatë në histori, por nuk i shpëtoi fatit të zakonshëm. Jetëgjatësia ekstreme nuk riprodhoi rezultatin e babait. Sepse nuk ishte çështje e kohës së jetuar, por se si u jetua koha. Por emri Metuselahu mbart një sekret. Sipas disa interpretimeve etimologjike, mund të thotë kur ai të vdes, do të dërgohet ose vdekja e tij do të sjellë. Studiuesit vërejnë se duke llogaritur moshat në tekstin biblik, Metuselahu vdiq në vitin e saktë të përmbytjes. Nëse interpretimi i emrit është i saktë, vet Enoku, duke emëruar djalin e tij, po profetizonte gjykimin që do të vinte. Çdo vit që Metuselahu jetonte ishte një vit më shumë i durimit hyjnor. Vdekja e tij jashtëzakonisht e vonë reflektonte mëshirën e Perëndisë në shtyrjen e gjykimit. Por kur më në fund vdiq, ujërat erdhën. Kjo mundësi e shndërron Enokun jo vetëm në profet fjalësh, por në profet përmes vetë familjes. Emri i djalit ishte një kujtesë konstante e gjykimit të ardhshëm dhe e hirit të pranishëm. Si do të ishte të jetoje me këtë vetë dije? Të dije se vdekja e djalit tënd do të shënonte fundin e një epoke? Të vazhdoje të ecje me Perëndin ndërsa vëzhgoje botën të mbytej gjithnjë e më shumë në korrupsion, duke e ditur se përmbytja ishte e pashmangshme? Ndoshta ky tension shpjegon pse Perëndia e mori. Enoku nuk kishte nevojë të dëshmonte gjykimin që kishte njoftuar. Vepra e tij ishte e plotë. Mesazhi i tij ishte dorëzuar. Ecja e tij kishte arritur në destinacionin final, jo vdekjen, por praninë e drejtpërdrejtë të Perëndisë. Simbolizmi i 365 viteve të jetës gjithashtu zgjon vëmendje. Në një tekst ku patriarkët jetojnë rregullisht më shumë se 9 shekuj, Enoku ka jetën më të shkurtër. Por numri korespondon saktësisht me ditët e një viti diellor të plotë. Disa interpretues shohin këtu një simbol të plotësisë, jo në kuptimin e jetëgjatësisë, por të përsosmërisë. Jeta e Enokut, ndonse më e shkurtër në vite, ishte e plotë në kuptim. Çdo ditë e viteve të tij përfaqësonte një cikël të tërbashkësie. Tradita judaike zhvilloi interpretime të ndryshme mbi Enokun. Disa burime e shoqërojnë atë me një figurë qiellore të quajtur Metatron, engjëlli suprem që shërben para fronit hyjnor. Të tjerë e shohin si shkrues qiellor duke regjistruar bëmat e njerëzimit. Këto përpunime, ndonse jashtë tekstit biblik, demonstrojnë se si imagjinata fetare u përpoq të mbushte boshllëkun e lënë nga heshtja e shkrimeve. Por për teologjinë e krishterë, Enoku funksionon si diçka edhe më e fuqishme, një tip, një parafytyrim i realiteteve të ardhshme. Transferimi i tij paraprin rrëmbimin e kishës të përshkruar nga Pali në letrën e parë drejtuar Selanikasve kapitulli 4. Atje, apostulli pohon se besimtarët që do të jenë gjallë në kthimin e Krishtit do të rrëmbehen në ret për të takuar Zotin në ajër, pa kaluar përmes vdekjes. Ajo që ndodhi me Enokun individualisht tregon atë që do të ndodhë kolektivisht. Në të njëjtën mënyrë, Enoku paraprin ringjalljen. Ndonse teknikisht ai nuk vdiq dhe nuk u ringjall, transferimi i tij demonstron se trupi fizik mund të transformohet dhe të dërgohet në praninë e Perëndisë. Kjo paraprin premtimin e trupave të lavdëruar, të vdekshmërisë së veshur me pavdekshmëri, të fitores finale mbi vdekjen.
Autori i Hebrejve e vendos Enokun në një galeri që përfshin Abelin, Noeun, Abrahamin, Sarën, Mojsiun dhe heronj të tjerë të besimin. Por mes të gjithë atyre, vetëm Enoku i shpëtoi vdekjes. Abeli u vra. Abrahami vdiq në pleqëri të mbar. Mojsiu vdiq në malin Nebo. Të gjithë gjigantët e tjerë të besimit kaluan përmes luginës së hijes së vdekjes. Enoku eci përmes një luge tjetër, drejt e në drigë. Kjo nuk i zvogëlon të tjerët. Përkundrazi, lartëson singularitetin e Enokut. Ai nuk ishte më besnik se Abrahami. Nuk ishte më i përdorur nga Perëndia se Mojsiu. Përjashtimi i tij nuk tregon superioritet moral, por qëllim hyjnor specifik. Perëndia zgjodhi të demonstrojë përmes Enokut një mundësi që do të zbulohej plotësisht vetëm në Krishtin. Vdekja nuk është e detyrueshme. Kur Jezusi tha, unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdiste, do të jetojë, dhe kushto që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë, po zgjeronte atë që Enoku kishte përjetuar në miniaturë. Transferimi i atij patriarku të lashtë ishte një farë. Premtimi i Krishtit është pema e plotë. Ungjilli i Gjonit regjistron Jezusin duke pohuar se Abrahami dëshiroi të shihte ditën e tij, dhe e pa, dhe u gëzua. Nëse Abrahami e dalloi Krishtin përmes premtimeve, sa më shumë Enoku, që eci me Perëndin në formë aq intime, do të kishte perceptuar planin shpëtimtar që do të shpalosej përgjatë shekujve? Aplikimi praktik i historisë së Enokut përshkon epokat. Në çdo brez, ekzistojnë ata që notojnë kundër rrymës kulturore, që ruajnë besnikërinë kur shumica braktis, që zgjedhin intimitetin me Perëndin kur bota ofron shpërndarje pafund. Enoku demonstron se kjo zgjedhje, e mbajtur përgjatë kohës, prodhon rezultate që të i kalojnë logjikën njerëzore. Nuk bëhet fjalë për t'i shpëtuar vdekjes si qëllim. Shumica e besnikëve përgjatë historisë kaluan përmes vdekjes dhe gjetën Perëndin në anën tjetër. Pika është tjetër. Cilësia e ecjes ka më shumë rëndësi se kohëzgjatja. Drejtimi i hapave ka më shumë rëndësi se sasia e tyre. Enoku jetoi më pak se djali i tij, nipi i tij, babai i tij dhe gjyshi i tij. Por jeta e tij prodhoi diçka që etyrja nuk e prodhoi. Heshtja e tekstit mbi detajet gjithashtu mëson. Nuk dim si lutej Enoku. Nuk dim çfarë sakrificash ofronte. Nuk dim si sillej me presionet familjare ose sociale. Kjo mungesë detajesh pengon që ta shndërrojmë historinë e tij në formulë të përsëritshme. Nuk ekziston një metodë për t'u transferuar. Ekziston vetëm një drejtim, të ecësh me Perëndin. Dhe kjo ecje nuk është mistike në kuptimin e paarritshme. Folja hebraike e përdorur, halak, është e zakonshme, e përditshme. Do të thotë thjesht të ecësh, të marshosh, të shkosh. E njëjta fjalë përshkruan Abrahamin duke ecur në tokën e premtuar, izraelitët duke ecur në shkretëtir, njerëz të zakonshëm duke shkuar nga një vend në tjetrin. Enoku nuk levitonte. Nuk jetonte në trans, ai ecte. Një hap në një kohë. Një ditë në një kohë. Gjatë 300 viteve. Konsistenca është mrekullia para mrekullisë. Çdo person mund të ketë një moment zelli shpirtëror. Pak mbajnë një jetë të tërë bashkësie. Enoku e mbajti. Dhe në fund, transferimi ishte thjesht vazhdimi natyral i një ecjeje që nuk u ndërprej kurrë. Ai ecte me Perëndin në tokë. Vazhdoi të ecte me Perëndin në amshim. Vdekja do të kishte qenë një ndërprerje e panevojshme. Enoku jetoi para përmbytjes, para ligjit, para profetëve. Por historia e tij tregon diçka që do të zbulohej plotësisht vetëm shekuj më pas. Kur Jezusi deklaroi se ai që beson në të nuk do të shohë vdekjen e përjetshme, po bënte jehon të asaj që kishte ndodhur tashmë me atë patriark të heshtur. Transferimi i Enokut nuk ishte vetëm një ngjarje e izoluar, ishte një parapamje. Një shenjë e mbjellë në fillim të historisë njerëzore se vdekja nuk ka nevojë të jetë destinacioni final. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse jeta e tij u regjistrua me aq pak fjalë. Sepse pika nuk ishte kurrë ajo që bëri Enoku. Ishte ajo që Perëndia bëri për të. Dhe ajo që Perëndia ende premton të bëjë për ata që, si Enoku, zgjedhin të ecin me të. 365 vjet. Një jetë e tërë e matur jo me arritje të dukshme, por me hapa të padukshëm krah krijuesit.